Po martojmë malon me 300 dasmorë, dasma zjat një javë. Po, vazhdon saga e dasmës dhe e përgjigjeve dhe kundër përgjigjeve mes eksave dhe aktualve. Do të flasim për sëri tani sepse ka dhënë përgjigje Genar Topalli, ftuar në kaos nga Eva Murati, që në një koment pa t'i thënë që dasmën e ke bërë me para publike, gjëra tilla si këto, u ngrit një thashë themnaje madhe, lajme portale, bëra unë edhe një video, u klikua shumë, por Genardi sot nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ka vendosur të thotë të vërtetën dhe ka folur pikërisht për atë që jemi mësuar gjithmonë sa herë që bëhet llogaritë e dasmave. S'kemi tretur akoma faturën e dasmës që kanë kaluar shumë vite të Rion Velis, si ta ka paguar mami me kursimet e pensionit dhe duhet tani të tresim edhe faturën e dasmës së Sindi Marinës dhe Genar Topallit, që akuzua që gjua ishi me lek të Josefina Topallit në nësti me pushtet në kohën e PD sa i lek nga fonde publike, tha Eva Murati, e gjitha historitë të tilla si këto. Dhe më në fund duket se Genardi vendosi që të bëj deklarimin e pasurisë, edhe pse nuk ka një hetim pasuror, edhe shqyr nga spaku, pikërisht për këtë histori. Por që tha ai tha që kemi bërë ceremoninë e një altar aty në Rom dhe nuk kemi paguar para, po kemi dhënë vetëm diçka siç është zakoni për të gjithë dasmorët që do ta bëjnë një gjë të tillë në këtë vend të Romës, në altar për të vendosur kurorën, altari i paqes, siç ishte një emër i tillë. Nese, po doni e kërkoni në Google. Pra nuk është nevoja të paguash fatura aty, por thjesht japësh një donacion që shkon për bamirësi dhe gjithçka organizuar nga kisha, edhe kush e ka përsipër nga autoritetet fetare në kryeqytetin italian në Rom. Ndërsa për sa i përket ceremonisë së dasmës, një vilë shumë prestigjioze e Villa Miani, sipas tij, unë nuk i kam parë me kujdes shumë çmimet, po pak a shumë sepse Google-i ndonjëherë të ngatëron, faqja zyrtare duhet të fusje një preventiv sa persona ishin dhe nuk e di sa persona ishin fakt në këtë dasmë, ta zëm që ishin 200 persona dhe çmimi del sipas tij në postimin në Facebook, siç tha Genar Topalli, pak a shumë në vlerën e një dasme që bëhet në restorantet shqiptare, të cilat janë ngritur shumë në cilësi. Okej? Pra ky ishte qëndrimi që dha Genari për çmimin. Pra nuk është 500.000 euro, sepse të gjithë menduam që një dasëm gjysmë milioni euro në fakt është serioze, 500.000 euro. Në fakt, kur thua 500.000 euro, janë 500.000 euro. Pavarësisht se shqiptarët janë mësuar që thënë, me qa makine ka ai as 200.000 euro, as qa hapet kjo më mon, në atë çantën 15.000 euro, se qa i bleo burr një Daytona 90.000 euro. Si duket nga që ne s'kemi edhe i lëshem këto fjalët edhe shifrat si pëllumba, i lëshem 100, 200, 500, po kur thua 500.000 euro, janë gati 500 milion lek të vjetra dhe janë shumë dhe gjithë pyesin orën nga dolën këto para. Por, djale Josefina Topalli ka sqaroi në postimin e tij që jo, nuk ka kushtuar dasma 500.000 euro. Dhe tha që për dasmën ka menduar unë, Sindi Marina dhe prindërit e saj që kanë biznes në Itali. Pra, ai dha një përgjigje i provokuar nga postimi i eksit të tij Eva Muratit, ai u detyrua që t'jap një përgjigje. Në fakt, më erdhi keq sepse janë akoma në ato ditët e para të martesës të entuziazmit dhe u desh që të dalë me një postim në Facebook, ndërkohë që duhet ishte me gruan duke bërë ato kënaqësitë e ditëve të para të martesës, pushime, muaj mjalti, javë mjalti, ditë mjalti, fundjavë mjalti, orë mjalti, nuk e di se çfarë, bukë me mjalte, me qumësht e me gjalp. Por u detyrua nga Eva Murati që t'jap një përgjigje zyrtare dhe përgjigjja zyrtare ishte pra që dasma nuk ka kushtuar gjysmë milioni euro, por ka qenë një dasëm modeste, një dasëm që kanë paguar dhe familje tjera në Shqipëri. Edhe po t'ishte 500.000 euro, ne vetëm kaq kemi në dorë për të thënë që ku i gjeti, ore çfarë punë bëjnë. Pra në këto komentet e patkeq që bën çdo njeri ku shikon një gjë shumë të madhe, pra aq sa jemi mësuar ne të dëgjojmë për çmimin e dasmave lart e poshtë këtu në Shqipëri. Po nëse buri i botës thotë që dasma ka kushtuar kaq. Por Eva Murati nuk e kishte postimin dhe provokimin për çmimin e dasmës, por e kishte për origjinën e parave. Ajo thonte fonde publike. Dhe fonde publike midis dy familjeve, më të përfolurit dhe më afër fondeve publike ka qenë Josefina Topalli dhe familja pra e dhëndrit. Pikërisht këtu ishte gjithë trumullari, nuk ishte më shumë kosto e dasmës,
se sa origjina e parave, kosto e dasmës, dhe origjina e parave, ca lapsuse që vjen vërdat. Ishte pikërisht sqarimi që bëri djali Josefina Topallit, që tha, në këtë moment, te justifikimi që dha, ka një problem vogël për sytë e mi, sepse ai përmendi që dasmën e ka mbuluar shpenzimet dhe kursimet e mia, të dhëndrit, të nuses, Cindy Marinës, dhe të familjes e saj që është emigrante në Amerikë, punojnë, ka një skuadër volejbolli dhe kishte bërë deklarimin e pasurive të vjerrit. Dhe mu duk pak si kollovar. Po. Genarti mu duk pak si dhëndër i futur brenda familjes së nuses që shqip quhet kollovar. Pra në llogaritë që ai kishte bërë, apo në deklarimin e pasurisë për sa i përket shpenzimeve të dasmës, ai kishte futur veten, kishte futur nusen, kishte futur vjerin dhe vjerën. Pra, pse ke lënë jashtë familjen tënde? Do thënë, u duk sikur kjo ishte një, nuk e di pse, çka ka që nuk shkon. Çka ka të keqe për të thënë që shpenzimet i kanë bërë dy familjet. Por ai kishte vënë veten e vet imprimis në rresht parë, bashkëshorten, vjerën për të shpëtuar familjen e tij. Në rastin konkret, të akuzuarën e parë, që është Josefina Topalli, ka qenë funksionare në Partinë Demokratike, kryetare e parlamenti, e tjera si këto deputete, një emër shumë i lakuar nga femrat më me pushtet në Partinë Demokratike. Kjo historia pra, do të thënë, mirë që dole të sqarosh, po dole të sqarosh për të mbajtur në mbrojtje nënën që u akuzua apo në një farë mënyrë shkoi gjithë përqendrimi i akuzave tek ajo duke qenë se është një politikane. Kjo më vjen pak çudi. Pse pikërisht këtë? Mund thonë fare mirë që janë shpenzime nga të dyja familjet. Sepse ai vetë ka punuar, Genardi ka punuar e ëma, ka punuar i jati. Josefina Topalli është politikane dhe ka bërë deklarimin e pasurive sipas ligjit shqiptar, pra nuk ka asgjë për të fshehur, edhe qofse ka kontribuar me 10.000 euro, ka kontribuar edhe me 5.000 euro dhe me 1.000 euro për dasmën e djalit, ka bërë shumë mirë, aq ka dashur, aq ka dhënë, edhe do të ketë kontribuar dhe me 100.000 euro, i mbulon shpenzimet, se ka marrë një rrogë të mirë për shumë vite, kur ka qenë në postë të lartë, kështu që nuk e di pse kjo fshehje e njëhershme dhe hedhja në zjarr e familjes së nuses, duke i bërë atyre hetim pasuror, sikur të ishte një hetues i spakut, ka treguar aty gjithë që ka bën, çka kishte skuadër volejbolli, të transporte, sa punëtor kishte, 150 punëtorë, gjithë gjëra të tilla si këto, ndërkohë që nuk është nevoja dhe nga ana tjetër ka eliminuar komplet familjen e tij. Ka dalë sikur nga familja e tij është vetëm Genari, ndërkohë që familja e nuses i ka përmendur të gjithë të ardhurat e tyre, ka përmendur çdo gjë tjetër që ndonjëherë ishte edhe e tepërt, sepse kam përshtypjen se edhe në dasma të varfra dhe të mesme dhe të pasura, unë kam përshtypjen se gjëja bëhet më bukur edhe më normale, në qoftë se ti don t'ja hedhësh publikut këtë si tezë, normaliteti. Dhe qoftë se i varfër, e pasurit mesme, apo të lartë, është mirë thua që kemi kontribuar gjithë, sepse dasma është e gjithë, dhe zakoni shqiptar është e gjithë kontribuojnë, ma aq sa kanë, pa që nevoja për të dhënë sqarime dhe për të bërë deklarime pasurie pastaj, që kush futi më shumë? Familja e nuses, familja e dhëndrit. Okej, se bëhet pastaj një gjë e pabesueshme, qoftë se fillon e ndahet edhe pestohet për një dasma, ndërkohë që janë dy familje që festojnë dhe martojnë fëmijët e tyre, dhe nuk ka asgjë të keqe për të bashkuar forcat ekonomike në këtë rast. Megjithatë, të martoj më malën me 300 dasmorë, dasma zgjat një javë, kam përshtypjen se e mbyllëm me dasmën, ha? E mbyllëm, Genard? Cindy? Eva?